Unë kam mundur që të shikoj videon se si ka ndodhur i gjithë atentati ndaj Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani Sheqerit rreth orës 14:20 minuta. Sipas videos që kam mundur të shikoj, mjeti tip Mercedes së klasë i Gilman Dodanit afrohet drejt rreth rrotullimit të Rinasit, ndërkohë të shtënat nisin pak përpara nga automjeti tip Toyota, ka një ngjyrë blu të errët, dëgjohen të shtënat nga kamera të sigurisë dhe në këto momente, pas disa momentesh, mjeti tip Mercedes-Benz gjyri bardh ndalon pak sekonda dhe më pas të rrotullohet dhe ndalon tek vijat e bardha, tek rreth rrotullimi i Rinasit, ku kemi dhe foton që duket një person me derën hapur i cili duket pa shenja jete. Pikërisht në atë pozicion ndalon mjeti tip së klasë, ndërkohë pak më sipër, le të themi brenda hapësirës së rreth rrotullimit, ndalon mjeti tip Toyota i autorit, i cili zbret nga dera e pasagjerit të këtij mjeti dhe me shumë mundësi ka një tjetër shofer në mjet, i afrohet Mercedesit tip së klasë, i hap derën e pasagjerit dhe qëllon disa herë me armë zjarri. Në këto moment dhe personat Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani Sheqeri i kundërpërgjigjen autorit të vrasjes duke qelluar, duken të shtëna dhe duket tymi i armëve që del nga mjeti tip së klasë dhe në këto moment autori i maskuar me një veshje le të themi tip uniforme policia e largohet dhe hipën në mjetin tip Toyota, i cili merr menjëherë rrugën drejt Fushkrujës për të parë rrugën Vor-Fushkruj, rrugën nacionale Vor-Fushkruj, ku më pas është gjetur mjeti i djegur në fshatin Halilaj nga forcat e policisë dhe forcat zjarrfikse, siç e kemi raportuar edhe më parë. Dyshohet se në mjet ka armë, pasi forcat e policisë nuk janë afruar deri para disa momentesh për shkak se sepse plumbat po plasnin nga nxehtësia dhe nga zjarri që kishte mjeti, ndërkohë që le të themi tashmë nga pamjet e videos të cilën e kemi parë duket qartë e gjithë dinamika e kësaj ngjarje. Autorët kanë ndjekur se të paktën një autor ka zbritur nga mjeti tip Toyota dhe një tjetër qëndron ka zbritur nga mjeti vetëm që ka qelluar dhe ka pasur shkëmbim zjarri, është qelluar dhe nga brenda makinës. Po. Duket qartë nga pamjet që kemi parë, dëgjohen dhe të shtënat, duket qartë që të shtënat ka nisur që para se mjeti tip Mercedes së klasë të ndalte në pjesën e vijave të bardha tek rrotulllimi i Rinasit, më pas afrohet mjeti ndal dhe autori i maskuar në pjesën e kokës, por dhe me një veshje le të themi me ngjyrën e uniformës së policisë, kaq mund të dallohej nga kamerat e sigurisë duke qenë se ishin në një distancë largët, afrohet, hap derën e mjetit tip së klasë, qëllon disa herë me armë zjarri drejt Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani Sheqerit dhe më pas ato i kundërpërgjigjen në shende e paqartë nëse autori ka mbetur dhe vetë i plagosur, po qetësisht ai largohet duke u përkulur pak, ndoshta për shkak të plumbave nga të shtënat që ka marrë, shkon drejt mjetit tip Toyota dhe më pas largohen direkt drejt rrugës Vor-Fushkruj me shumë mundësi tashmë për të marrë drejtimin. Te kjo video që ke parë Klajt, ndërkohë që ndodhte gjithë kjo skenë me